Kryeparlamentari Afrim Gashi ka deklaruar se janë të gatshëm t'i votojnë ndryshimet kushtetuese, por tha se duhet siguri që pas ndryshimeve kushtetuese, fqinji bullgar të mos hap çështje të tjera, të cilat do ta kthenin vendin sërish prapa në rrugën drejt BE-s. Ai theksoi se gjatë kësaj periudhe kanë takuar dhe kanë kërkuar ndihmë nga shtetet europiane lidhur me këtë çështje. Gjithë e dim problemin që kemi me fqiun ton Bullgarinë dhe paparashikueshmërinë e çështjeve që ata i hapin në raport me elementet identitare të qytetarëve tanë apo bashkëqytetarëve Maqedonas që numëralisht na implikon gjithëve neve si shtet dhe qytetarë të vendi. Jemi të gatshëm t'i votojmë ndryshimet kushtetuese, vetëm na duhet një parashikueshmëri në proces. Frigohemi se pasi të bëjmë ndryshimet kushtetuese, mos vallë eventualisht na vjen një blokad tjetër për çështje identitare. I pyetur lidhur me ligjin për përfaqësim adekuat, Gashi tha se ligji është gati, por duan që të jenë të sigurt që të mos ketë problematika, të cilat do ta rrëzonin ligjin dhe procedurat pastaj të nisin nga e para. Është një grup i punës i cili po punon dhe ligji është gati, por jemi në konsulta edhe me gjykatën kushtetuese, edhe me Komisionin e Venecias të jemi sigurt se ligjin që do ta adaptojmë edhe do ta votojmë të mos jetë i rrezikuar nga kjo komponenta e kushtetutshmërisë, të themi. Domethënë duam që të jemi të sigurt 100% që të hyjmë në proces, të mos na ndodhë që të ketë parashtresa për atë ligj dhe pastaj të na bie, pastaj prapë të kthehemi. Kryeparlamentari Gashi sot shënoi një vjetorin e detyrës si kryeparlamentari i Maqedonisë së Veriut, për të cilin tha se ishte një vit që dëshmoi se edhe në politik dinjiteti, përullësia dhe përgjegjësia janë vlera që mund të udhëheqin me sukses një institucion të rëndësishëm të shtetit.